Kërkesa ka lindë duke u nisur nga situata e pavolitshme në shoqëri, të cilën një grup njerëzish, inicialisht në bazë një bisede që kemi pas unë edhe Lulzim Peci, si dy think tank më të vjetër në Kosovë, ne për ekonomia, i për çështje politike të sigurisë edhe marrëdhënie ndërkombëtare, kemi pas se ekziston një brengosje e shtrirë mjaft gjerë në shoqëri, në shtresat e ndryshme, edhe të intelektualët, edhe të profesionistë tjerë, artistë, qytetarë, të gjithë kanë një brengës, por dyqysh ekziston një hezitim, ekziston një apati për të aktivizuar më shumë dhe për ta shprehur këtë brengë. Edhe pastaj ne menduam se është koha që të aktivizohemi, kemi një aktivizëm më të gjerë shoqëror për me shprehë shqetësimin për vazhdimin e krizës institucionale, edhe për rrezikun që ky ngërç politik, si po quhet, të shndërrohet në një krizë të randit kushtetues, e cila do të rrezikonte seriozisht rrugtimin e mëtejmë të Kosovës në forcimin e shtetësisë, forcimin e pozitës saj ndërkombëtare, do të adoptonte edhe matutje besimin e qytetarëve në demokraci, edhe do të cenonte pozitën ndërkombëtare të Kosovës që tani më po e shohim në një moment jashtëzakonisht kritik dhe serioz për masa rajonale, por edhe globale. Dhe të bindur se Kosova nuk mund të vazhdoj të mbetet pa institucione për shkak të kalkulimeve partijake, sjelljeve kryesisht liderëve dhe partive. Kjo ka qenë, do më thonë, sfondi edhe mënyra se si ka fillu iniciativa. Prej një perspektive të e përmendë think tank të vjetër në Kosovë, pra cili është rreziku kryesor, profesor, që kanosët, se janë disa, pra, nuk mund të themi vetëm një, mirë po, qoftë të rendi kushtetues, qoftë siguria, qoftë, po e shohim sa që ndodh në ekonomi. Fillojmë me rendin kushtetues. Natyrisht që unë do t'i përmbahem, fillim mande ju mund bëni në pyetje, që ose kënoj përsërin, po do t'i përmbahem tekstit. Po shkak të respektit, tekstit cilin kanë kontribuar, do më thonë shumë njerëz me entuziazëm edhe me vullnet që mëndej këto shtresat të dalin në sipërfaqe edhe të provojnë që të bëhet një vendisimi shoqërisë dhe i aktorëve të gjithë shoqërisë se Kosovës i duhet një hap tjetër, i duhet një rrugë tjetër. Nuk mund të vazhdohet më me këto ballafaqime të cilat janë shterpe, janë retorike, edhe nuk prodhojnë kurfar energjie pozitive për zhvillim të Kosovës dhe për l'imazhin e Kosovës në botën e jashtme, po as më pak edhe për gjendjen sociale, ekonomike, po shohim tendencat për emigrim, disponimi me shku jashtë, e tjera, nuk